Mirë se keni ardhur në kanalin tim, unë quhem Silvia, tashmë besoj se më njihni për të gjithë 751 subscribers që kam për momentin që ne po flasim. Sot është ditë e diel, do zakonisht të hap vlogun në fundjavë, ora është 2:03. Dhe unë isha tër paraditën duke edituar, thjesht kemi ngërë mëngjes dhe nuk kam bërë absolutisht as edhe një lloj gjëje. Dhe unë do bëhem gati, do shkoj në palestër, këtu kam outfitin që do vesh. Është ky seti i verdh, të cilin ju e keni parë tek besoj 2 vlogje para këtij, që është edhe me këtë kropin e bukur të verdh. Edhe gjithashtu do vesh edhe këtë bluzën nga lart, e cila është me zinxhir. Por patjetër do pres pak majat, vi them asaj koleges tek puna të mi presi pak, sa ecën shumë dora, teksa parukieres që broherë në fundit më sa duket, nuk ecën shumë dora, nuk e di nëse jeni dhe ju që besoni tek këto ecjet e dorës, le të themi, pra që kur ti pret një person dhe ka dorë të mbar, floku ecën dhe rritet. Kështu që po mendoj që ti pres pak, mendoj do t'i pres gjatë kësaj javës, ti pres edhe pakës fare majat, edhe të na rritet floku sepse dua realisht që t'i rris shumë. Në fakt do doja shumë që t'i ktheja bjonde, por është e pamundur. Kaq të errta sa i kam unë për t'i kthyer bjonde nuk ka shans. Vetëm nëse i bëj pakës më kafe, por prap i bie që floku të ndigje sepse i bie do bëhet kompletamente kolorues. Still remember how you sound and the way you calm me down when we went behind the bar, taking what we thought was ours. I was wasted, it was late, but I knew I met my fate. You were all I've waited for, guess I can wait a little. Okej, unë tani po ulem pak këtu te salloni që të bëj pak skincare-in edhe make-upin. Po nis direkt me hidratuesin nga La Roche-Posay, edhe është plastik. Kam dëgjuar në fakt për këtë që shkakton një po gjëra kanceroze, nuk e di, gjëra të ndryshme në internet, por realisht më kjo ka pëlqyer shumë dhe shpresoj që mos jenë të vërteta ato që thuhen, edhe nëse e testojnë përsëri nëpër laborator, atëherë të dali që është në rregull, sepse realisht është super, po super i mirë. Kështu që po vendosim hidratuesin. Nuk e di nëse e kam folur ndonjëherë për palestrën ku unë shkoj, palestra quhet Planet Fitness. E kam treguar edhe herë tjetër, por dua t'ju them pak për tarifat që ka palestra. Këtu në Amerikë nuk janë palestrat shumë të shtrenjta, siç mund të jenë në Shqipëri, të paktën të palestrat që ne kemi këtu vërdall. Te Planet Fitness këtu në Amerikë nuk është çdo palestër kush e di e mirë, pra ka njerëz që preferojnë palestra të tjera, por duke qenë se unë nuk shkoj për ditë. Këtë palestre kemi gjetur me ofertë bashkë me kolegen time të punës Merin, që shkonin përpara, edhe paguajmë vetëm $10 në muaj. 10 apo 15, ta gjejem. Duke se 15 $, kjo që është 15 është e Olenit. Po përveç se $10 që paguaj muaj për muaj, kemi dhe një tarifë e cila është vjetore, $50. Dhe kjo vlen për të gjitha palestrat, pra ka një fi vjetore. Tani të vendos kremin e diellit, që është po ashtu nga La Roche-Posay, edhe është me mbrojtje me 60. Është e thahet direkt, pra nuk ka atë shkëlqimin, sepse unë nuk më pëlqejnë shumë gjërat me shkëlqim, siç na keni vënë edhe në make-up, përdor gjithmonë këto që janë mat. Duhet ta vendosin SPF-n gjithmonë, edhe në dimër, edhe kur ka diell, edhe kur nuk ka diell. Po a them juve këtë, por unë nuk e vendos për ditë. Duhet që të filloj ta vendos për ditë, se mos tani që ngrohet koha dhe dielli na del akoma dhe më shumë, dhe më vdes që të qëndroj në diell. Pra duhet të qëndroj dielli gjithmonë me fytyrë përpara. Duhet të vendos edhe lip balmi, po vendos nga Nivea, sepse janë tharë jashtëzakonisht shumë buzët. Tani do bëj një make-up shumë të thjeshtë, për mbuloj pak këto aknet. Do thoni ju Silvia nga të dolën këto akne, sepse unë fytyrën e kisha shumë të pastër para se të ikim në New York. Por unë i bëra një 2 gabime, kështu që normalisht që këto do dilni dhe do thoni ju çfarë gabime kam bërë, por kam fjetur me make-up, edhe nuk është se kam bërë double cleansing, netet e tjera që pra një javë kam qenë shumë pa rregullt me skincare-in tim edhe me komplet kujdesin e fytyrës. Gjithashtu kur kemi ardhur nga New Yorku, nuk e di më hipi një neps i madh për të ngrënë Nutella dhe kam ngrënë Nutella me lug. Kështu që këto aknet e kanë një arsye, nuk është se kanë dalë kështu nga hiçi. Okej, atëherë të bëjmë gati bashk çantën që do marrim për palestër. Edhe sot nuk duhet të marr çantën e madhe sepse tjetrën e kam marrë Leni për soccer. Atë çanta unë kisha lënë kyçin e palestrës, kështu që unë tani nuk kam kyç për në palestër. Do ta lë çantën aty te dhoma e zhveshjes, por pa kyç. Atëherë këtu kam ujin, të cilin duhet ta siguroj ta mbyll mirë, deodorantin edhe parfumin, peshqirin, dhe unë kam vënë akoma me këtë peshqirin kaf, duhet të blej peshqira të tjerë. Por të kemi për momentin. Do ta marr edhe këto kufje që janë të mëdha jeshile, por jam me dy mendje. Ndoshta ngjaj bukur, ndoshta nuk ngjaj bukur, nuk e di. Por çështja është që këto janë pak të mëdha,
edhe nuk e di nëse më shkojnë apo jo, sepse u kam thënë që këto i përdor për editim, unë i kam karikuar dhe nuk e di, do t'i marr njërin. Nëse i vendos, okay, në të kundërt pastaj do t'i lë tek çanta. E di që keni parë barkun tim të fryrë këto kohë, por problemi është se mua më vën në patjetër, nuk kam mundësi të më bëj gjë tjetër dëm përveç se laktozës edhe glutenit. Besoj se i kam të dyja, pra jam tolerante ndaj laktozës edhe glutenit. Këtu kam një dietë e cila ka 70 receta dhe është komplet e gjitha lactose free, pa sheqer edhe pa gluten. Pra kjo është një dietë e cila, sidomos për vajzat që vuajnë nga PCOS-ja, dhe të gjitha, më të shumta të recetave që unë pash këtu janë të përbërë me qiqra dhe miell qiqrash. Por gjithashtu ka dhe me quinoa, me bulgur, që janë këto recetat këtu. Ky seti është pak i dukshëm, e ul çantën se po e mbaj çantën që të fsheh barkun, por jo nuk do ta fshej barkun. Do ta lëm barkun kështu siç është realitetin. Kështu që patjetër më duhet që të vesh bluzën e zezë të gjatën, edhe shpresoj që mos të duken këto imperfeksionet e mia, por nuk është se kam shumë problem tek palestra, sepse un kam aplikacionin e palestrit të Planet Fitness, edhe tani e tregon, nuk ka shumë njerëz, tu te crowd e tregon me një VIP, pra ka shumë pak njerëz, dhe kjo është një gjë shumë e mirë sepse do mundem që të bëj palestër më rahat. No, you're just a body. I saw it slowly coming. My belly ache, don't lie. Don't want a violent ending, so save me. How many times you lied about being sober? Always too tired to come over. Lean on my body, never my shoulder. Go back to her and tell that it's over. I saw it slowly coming. My belly ache, don't lie. How many times you lied about being sober? Go back to her now, 'cause we're over. Atëherë tani sapo mbarova palestrën, e kam nisur në orën 3 dhe e kam mbaruar në 4:30, që është ora tani 4:29. Dhe jam shumë krenare për veten që erdha sot në palestër. Por shpresoj shumë që ta mbaj dhe të vi dhe nesër, që është e hënë, pra të mundohem të vi çdo ditë në palestër, sepse patjetër duhet ta heq të barkun e fryrë. Dhe kur lodhem kaq shumë në palestër, që kam një orë e gjysmë që po dirësia atje, se çfarë janë flokët lëshuar tani kam kapur, sepse realisht është edhe shumë varr brenda te palestra. Dhe kur lodhem kaq shumë, pastaj nuk më vjen që t'i ha ato gjërat e ëmbla në shtëpi, dhe mundohem që të ha ato sallatë, ato gjërat jeshile që ka bler Oleni, sepse Oleni tani ka filluar po mban një dietë, sepse i duhet ta mbaj, sepse ka kolesterolin pak të lartë, kështu që duhet të kujdeset pak për ushqimin. Kështu që me këtë rast po kujdesem edhe unë. Marketi. Nis direkt me këto letrat e kuzhinës. Kjo më duket se ka 12 copë. Po. Edhe janë shumë të mira sepse janë të buta, edhe do alë këtu çmimet ku ti shikoj tek fatura sa kushtojnë, që të keni pak a shumë ide se sa kushtojnë gjërat e përditshmërisë në Amerikë. Kam marrë gjithashtu edhe këto kartopeceta që i përdor për fytyrën, edhe kjo ka 4 copë. Mora këtë golden fish që janë për Ryanin, ja vë si snack me vetët e shkolla, dhe këto ishin me ngjyra, edhe janë me djathë cheddar. Janë shumë të mira. E kjo ka brenda 9 copë. Nuk gjeta kafen lavasa që përdor gjithmonë, do alë këtu me foto se kënë e marri zakonisht, dhe shpresoj që t'jetë e mirë. Nuk e kemi përdor do njëherë në këtë paketim, por do ta shikojmë që si do jetë. Doja të merr ato të Starbucksit, sepse kam marrë një herë dhe e kam hedhur, nuk ka pëlqyer fare, që ishte kështu, domethënë kafe e bluar për ekspresin. Mora këtë gjalpin, i cili është peanut butter, gjalp kikiriku, e mora organik. Marrë këto mac and cheese, këto ishin shumë të bukura, janë 4 paketime brenda me SpongeBobin. Kanë brenda edhe salcën, pra djathin që është i pluhur që ja hedh tek makaronat. Këto i mora t'ja bëj Ryanin ndonjëherë me vete për në shkollë, ja përgatis në mëngjes, edhe i ka gati për në shkollë. Cornflakesa, të cilat Ryani pëlqeu shumë, edhe janë me apple cinnamon, janë me mollë dhe me kanellë. Ryani në mëngjes, po ndonjëherë ha dhe në drek, edhe në darkë, sepse i pëlqeu shumë. Kam marrë disa panine, të cilat janë me susam për sanduiçe. Kam marrë nga këto rice cake-ët,
Nuk e di se si quhen në shqip këto, realisht nuk e kam ide, por që janë kështu si bukpeshku, se nuk janë bukpeshku. Këto janë super të mira, janë byreqesh me moll brenda dhe janë vërtet super. Apo mora edhe 2 donuts. Po donuts i griura janë, certi kanë sokeri, kanë këto 2 pjeta me makarona dhe 2 donuts. Më thënë që super i uritur. Tu keni faturën edhe çmimet, por gjithsesi unë kam të shkruar gjatë kohës që kam treguar produktet. Show me what you made of. You know what I came for. I see the real you. You should let her out that cage more. I've been playing it cool, but couldn't lie to you. You know what I'm waiting on. Waiting on. Waiting on. Okej, tani po bëja sallatën jeshile dhe vura re që do të hidhja djathin dhe ullin. Edhe nuk kisha djathin edhe ullin tek qesja, por tek fatura këtu i kam. $10 janë ullin edhe $5 është djathi. Okej, kështu që tani po i kontrolloj edhe një herë se çfarë moran me faturën edhe po shkoj tek Xhandi që të marr djathin edhe ullin. Unë tani do bëj specat të mbushura dhe i kam nxjerr këtu specat edhe qepët për t'i bërë gati, por duke qenë se ju të gjithë e dini recetën se si bëhen specat e mbushura, duke qenë se unë jam pak me vonesë tani për të bërë darkën, dhe do t'ju lë një recetë e cila është me pite, nga ato që ne bëjmë sufllaqet në Shqipëri, ka pul, gjithashtu edhe oriz. Kështu që unë po ju lë të shihoni videon e gatimit. Tani është koha për të gatuar darkën. Sot do gatuajmë pulën me tzatziki, me pilaf edhe me tzatziki. Kemi këto pitet e vogla, kemi këtë drillin. Okej, kemi rigoni që e dim se çfarë është. Këtu kemi jogurt. Kjo është sour cream. Kjo tjetra është turmerik që na duhet për pilafin. Janë edhe këto garlic powder. Kemi orizin, kemi koncentratet e pulës. Kemi një kastravet që na duhet për tzatzikin edhe një kokën limoni. Love's for beginners, ain't no winners. It slips through your fingers, I ain't telling no lies. So F all the drama, F the karma. Just do what you wanna, promise you got time. Be you and keep looking forward. Don't you look backwards and you'll be fine. Come through and say what you need to. Don't let them put you down. Baby, let me tell you what it feels like. Being independent, no trouble inside. It's like magic, living like a bad. 'Cause baby, you deserve the best in life. Let me tell you what it feels like. Being those mama, yeah, treat yourself right. It's like magic, living like a bad. 'Cause baby, you deserve the best in life. Sunlight, sunlight, isn't it the way you're moving? Sunlight, sunlight, is it in the way you're moving? What's heaven like when you're like that? Is it in the way you're moving? Sunlight. Hello nga dita tjetër e këtij vlogu. Mua më shikoni prapë në kuzhinë dhe duket sikur i gjithë ky vlogu do zhvillohet në kuzhinë, por tani kam marrë disa produkte këtu të cilat dua t'i bëj një maskë për flokët. Më duhet të marr patjetër blenderin, të cilin e kam këtu. Edhe për këtë maskën e flokëve na duhet vaj ulliri, që unë kam bio, e kam nga i vaj grekut, të cilin e kam treguar edhe herë tjetër që është super i mirë. Gjithashtu do përdor vaj rozmarine, këtë nga miele që përdor gjithmonë kur i bëj flokët me vaj. Do përdor një avokado, e cila shpresoj mos jetë e prishur sepse është vërtet shumë e butë. Vezë, e cila gjithashtu është e freskët, është nga pulat që ne kemi, edhe mjaltin ton i cili është bio. Duhet që t'i miksojmë të gjitha në blender, t'i bëjmë një masë homogjene dhe pastaj të lyejmë edhe rrënjën e flokut, por edhe gjatësinë. Mua flokët nuk e sikur më janë shkurtuar kohët e fundit, nuk e di se pse, edhe këto anët këtu. Okej, po afrojmë pak që t'ua tregojmë, duke sikur më kanë ikur flokët. Okej, se vetë unë e pas kam skandal, dheksuar të boshliqet. Edhe e di që është edhe nga kapja e flokut. Edhe pse unë përdor këto kapsat, që tashmë e dini që janë kështu si plastike, jo elastik, prapse flokët më duket sikur më shtrëngohen edhe më tërhiqen goxha shumë. Nëse dhe ju jeni duke parë të video në fundjavë dhe nuk dini se çfarë të bëni, atëherë merrni pak kohë për vete. Kujdesuni për flokët tuaj, kujdesuni për thonjën, për lëkurën, për fytyrën, për këmbët, për gjithçka tuaj. Sepse nëse nuk kujdesemi ne, atëherë kush do ta bëj?
është komplet homogjene dhe unë do ta hedh një tas dhe pastaj do ta bëj tek flokët. Mendoj se duhet kisha bërë pak më shumë, por është okay. Just text, I know it's a toss up, but I hate the fact that we lost touch. Ayy, the Uber pulling up on call. Tell me, is you trying to fall through? I'ma leave it up to you. What you wanna do? Look, I'm trying to spend this time with you. Know we overdue. What you doing right now? Baby, won't you swing my way? It's been a day and I've been thinking out loud. I know I want you. Long time since the last time. Got a tab, we could run up. Knew you from the way, now we grown up. My look, yeah, made the realest ones nervous. But if you want it, tap in. I think that I know somewhere that we could go to Crashland. We could keep the pace on slow jam. Don't leave me on red. Can we go back where we first began? No plans, all we had was the moment. Just text, I know it's a toss-up, but I hate the fact that we lost touch. Atëherë tani sapo mbarova së bëri dush për atë gjithë rutinën time të natës. Thjesht vendosa kremin hidratues sepse nuk vendos asnjë produkt tjetër në fytyrë në darkë. Kam niacinamide nga The Ordinary, por e kam marrë që për ditëlindje dhe ato pas 12 muajsh që e hap s'ka donjë, kështu që më duhet që ta hedh. Gjithashtu edhe atë të kuqen që është Peeling Solution. Këto të dyja duhet mbatitur t'i hedh edhe të marr tek Sephora herës tjetër vitaminën C dhe niacinamide sepse ajo që ka pëlqyer, ndoshta marr edhe retinolin. Atëherë do t'ja them për maskën e flokëve që ishte super e mirë. Siç mund ta shikoni flokët e mia, nuk është se po rritem këshedi. Kjo është arsyeja sepse po I bëj me maska dhe me vajra. Dhe këtë maskë me avokado ma ka sugjeruar këshyra ime, e cila e provoi, ka një javë në fakt ose 2 javë që po e përdor. Dhe më tha që realisht I bën flokët super të butë, e kishte të drejtë, është herë e dytë që unë I bëj. Edhe janë vërtet shumë të butë. Unë do mundohem shumë që t'i bëj me maska me vajra, në që flokët të më rriten sa më shpejt, sepse dua patjetër t'i bëj, deri këtu. Afër me mesin, do doja t'ishte, po t'ishin aty do ishin perfekta. Unë po e mbyll videon për këtë javë, ju falenderoj shumë që keni ndjekur, mos harroni që të bëni subscribe dhe ne bashkë shihemi tek videoradhës. Natën!